Mirë se vini. Sot do të bëjmë diçka interesante, do të marrim një filozofi gati një shekull të vjetër, atë të Bertrand Russellit, dhe do ta shndrojmë në një manual mbijetese për botën tonë moderne, shpesh kaotike. Pra, le të shohim se si idetë e tij mund të na ndihmojnë të gjejmë pak qartësi në gjithë këtë zhurmë. Okej, le t'i futemi menjëherë temës me një pyetje pak provokuese. Po sikur gjithë ky zemërim që na rrethon që e shohim kudo, të mos jetë thjesht një çështje morale, pra e mirë apo e keqe, por të jetë thjesht një gabim strategjik, një lëvizje e gabuar që na kushton shumë shtrenjtë, na kushton qartësinë mendore dhe paqen tonë të brendshme. A e njohim atë ndjesin, atë lodhjen mendore që s'të rehat, kur duket sikur gjithë ditën e kalojmë thjesht duke reaguar ndaj titujve të lajmeve, postimeve, komenteve. E pra, kjo është ajo që quhet varfërim reaktiv. Praktikisht, ja kemi dhënë telekomandën e paqes sonë të brendshme dikujt tjetër dhe po lejojmë që bota e jashtme të ndryshojë kanalet si doj. E pikërisht këtu, në mes të këtij kaosi, hyn në skenë një figurë, le të themi, e papritur, Bertrand Russell. Por harrojeni imazhin e filozofit të vjetër me libra të pluhurosur. Le ta mendojmë më shumë si një strateg, një general mendje mpreth që krijoi një plan lufte për të mbrojtur territorin më të rëndësishëm, mendjen tonë. Dhe cili ishte plani i tij? Në thelb, ai distilohet në dy mësime kryesore që ai dha në vitin 1959. Njëri është intelektual, ka të bëjë me të vërtetën. Tjetri është moral, ka të bëjë me dashurinë, ose më saktë, vullnetin e mirë. Por kujdes, të mos mashtrohemi nga fjalët. Këto nuk janë thjesht ide romantike. Këto, sipas Russellit, janë mjete, armë strategjike për të rimarrë sovranitetin mbi mendjen tonë. Mirë, le të fillojmë me shtyllën e parë dhe të bëjmë një analizë pothuajse klinike të urrëties. Për Russellin, kjo nuk ishte një çështje moralitetit e mirë kundër së keqes. Ishte një çështje shumë më praktike. Çfarë funksionon dhe çfarë thjesht nuk funksionon. Ja ku është citati i tij i famshëm: dashuria është e mençur, urrëtia është e marrë. Në pamje të parë tingëllon si një klishe apo jo, diçka që do ta gjeje në një kartolinë. Por Russell nuk po fliste për mirësjellje apo sentimentalizëm, ai po bënte një vlerësim strategjik. Po thoshte se urrëtia në thelb është një lëvizje idiote, një strategji që është destinuar të dështojë, gjithmonë. Po pse e marr? Le ta mendojmë kështu. Mendja jon është si një kompjuter me një sasi të caktuar RAM-i apo energjie procesuese. Urrëtia është ai programi super i rënd që hapet sapo ndes kompjuterin dhe rri gjithkohës hapur në sfond. Çfarë bën? Të ha gjithë RAM-in, të ngadalson çdo gjë tjetër, thith energji mendore pa pushim dhe në fund të ditës na lë të shtëruar, pa fuqi për të fokusuar në gjërat që vërtet kanë rëndësi. Le t'i hedhim një sy këtij krahasimi, sepse këtu gjërat bëhen shumë të qarta. Në njërin kolon kemi urrëtien. Çfarë bën ajo? Na e ngushton botkuptimin, na e konsumon energjinë dhe praktikisht na e jep kontrollin e mendjes son dikujt tjetër, na bën të varur nga një armik. Në kolonën tjetër kemi vullnetin e mirë. Kjo na e zgjeron mendjen, na e ruan energjinë, na ruan pavarësinë. Pra, pyetja bëhet, cila është lëvizja më inteligjente këtu? Dhe kjo na çon te ky koncept kyç, skllavëria emocionale. Këtu fshihet paradoksi më i madh. Kur urrejmë dikë, ndihemi sikur jemi të fuqishëm, sikur kemi ne kontrollin, por në të vërtetë ndodhe kundërta. Ne sapo e kemi dhënë qelsat e gjendjes sonë emocionale pikërisht personin që përçmojmë. E lejojmë atë të vendosë nëse ne do të jemi të qetë apo të zemëruar. Në thelb, bëhemi sklever vullnetar të armikut ton. Mirë pra, kuptuam që urrëtia është një strategji e keqe, që na dobëson nga brenda. Po cila është alternativa? Si ndërtojmë një fortecë mendore më të qëndrueshme? E pra, këtu hyn në lojë shtylla e dytë e Russellit, ajo që mund ta quajmë disiplina e hekurt e së vërtetës. Po kjo disiplinë kërkon të pranojmë një fakt pak të hidhur për egon ton. Truri ynë nuk është projektuar për të kërkuar të vërtetën, as pak. Ai është projektuar për të ruajtur koherencën. Ç'do thot kjo? Do thot që prioriteti i tij është që ne të ndihemi mirë me veten dhe me botkuptimin ton, edhe nëse kjo do thot të besojmë një gënjeshtër komode, në vend që të përballemi me një të vërtetës sikletshme. Dhe shembujt i kemi kudo, çdo ditë. Mendimi dëshiror, pra kur besojmë diçka vetëm sepse duam të jetë e vërtetë. Mendimi fisnor, kur përqafojmë idetë e grupit ton pa i vënë në dyshim. Anësia e konfirmimit, kur kërkojmë vetëm informacionin që mbështet ato që besojmë tashmë. Janë të gjitha mekanizmat të trurit ton që na mbajnë në rehat, por na largojnë nga realiteti. Por ja ku qëndron problemi themelor me këtë qasje. Mund të injorosh realitetin sa të duash, mund të ndërtosh kështjella të tëra me gënjeshtra komode,
Por, herët avon, realiteti do të trokasë nder. Dhe nuk troket lehtë. Ligjet e fizikës, të ekonomisë, të psikologjisë njerëzore nuk negociohen. Përplasja me to është e pashmangshme, dhe sa më gjatë ka kjo shtyrë, aq më e dhimbshme do të jetë. Dhe tani, vim tek pjesa ku gjithçka lidhet bashk, tek sinteza e madhe. Sepse këto dy ide, vullneti i mirë dhe e vërteta, nuk janë thjesht dy koncepte të ndara. Ato janë si dy krahët e një shpendi, nuk mund të fluturosh vetëm me njërin, të duhen të dyja, në harmoni të plotë. Për shembull, çfarë ndodh kur kemi të vërtetën, por pa dëmshuri? Ajo kthehet në një armë, në një dominim të ftohtë. Imagjinoni një kirurg briljant që e di çdo detaj të anatomisë, por nuk i intereson fare për pacientin. Ai mund ta kryejë operacionin me saktësi teknike, por pa humanizëm. E vërteta bëhet mizore. Dhe nga ana tjetër, çfarë është dëmshuria pa të vërtetën? Thjesht sentimentalizim naiv, një ndjenjë e mirë që nuk shërben për asgjë. Është si të shosh dikë që po mbytet dhe t'i ofrosh një përqafim në vend që t'i hedhësh litarin e shpëtimit. Synimi është i mirë, por rezultati është tragjik sepse ignoron realitetin e situatës. Dhe pikërisht ky balancim na sjell tek një koncept etik për kohën tonë. Në një botë kaq të ndërlidhur ku teknologjia na ka dhënë fuqi thuajse hyjnore, por emocionet tona kanë mbetur ende ato të epokës së gurit, toleranca pushon së qenë një virtyt i bukur. Ajo bëhet një domosdoshmëri teknike. Bëhet, le të themi, sistemi operativ i mbijetesës së species son. Dhe kjo na kthen përsëri tek thelbi i problemit, i përmbledhur në këtë frazë të fuqishme: urrejtja është vuajtje e vetë shkaktruar e maskuar si e përsi morale. Le ta përtypim pak këtë ide. Mendoni pak, sa herë justifikojmë zemërimin ton duke e veshur me petkun e moralit. Un kam të drejtë, prandaj jam i zemëruar. Kur në të vërtetë, helmi që po prodhojmë po damton më së shumti ne vet. Kështu pra, e gjithë kjo analizë na lë me një pyetje të vetme, por thelbësore. Në fund ditës, kur të bëjmë llogarit, a ekziston ndonjë armik, ndonjë kauzë, ndonjë padrejtësi që të justifikojë çmimin e dorëzimit të mendjes son? A ja vlen vërtet të paguash me paqen tënde të brendshme? Përgjigja, siç do thoshte edhe vet Russell, nuk gjendet në libra, gjendet brenda secilit prej nesh.